A e dini se sot kemi hyrë në muajin e dytë të protestës? A e dini se sot kemi arritur një fitore të tjetër përballë policisë kriminale të Edi Ramës? Kjo protest më e bukura, më frymëzuesja në 36 vite, as sot nuk ka rënë prej provokimeve të policisë. Përsëri paqësisht dhe ju treguam se jemi më të fortë se ata, më të sëshëm se ata, e më të drejtë se ata. Edhe një herë në muajin e dytë le të kërkojmë dorëheqje! 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 A e dini çfarë? Për sot madje ne na duhet ta falenderojmë policinë, sepse kur ka kështu rastesh, ne jetuam më shumë njëri tjetrin. Ajo polici hipokrite e cila deri në momentin që të vendosit na vunonte, i kemi dhënë ujë për të pirë, se janë 40 gradë aty. Punojnë nga 12 orë, nuk marrin as djeta, nuk marrin as paga. Ata, nëse se kanë kuptuar deri tani, dua ta kuptojnë se ne do t'i çlirojmë dhasa. E kuptoni se policia e shtetit është e burgosura e parë e këtij shteti. Kjo fitore e ditës sotme vetë se na ka bërë më të fortë, më entuziast, dhe na ka treguar se jemi në rrugën e dur, e do të vazhdojmë kështu. Dorëheqje! 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 Një muaj më parë, një protestues u tërhoq sfarë nga rojet e sigurisë në mënyrë të palishme dhe të dhunshme. Për 30 ditë me radhë, i kemi thënë policisë së shtetit se jemi këtu paqësisht, se nuk jemi kriminal. Gjashtë nga shokët tanë janë tërhequr sfarë nga policia vetëm se po protestonin paqësisht. I themi policisë së shtetit, ne nuk jemi kriminal, kriminalja shefat tuaj që bashkëpunojnë me krimin. Ne nuk jemi kriminal, kriminal është kryeministri i vendit që bashkëpunon me krimin. I themi policisë së shtetit, ne nuk jemi kriminal, kriminal është qeveria e Edi Ramës që është e gjitha në SPAK. Ndaj protestuesve paqësor tregon vetëm frikën e tyre. Dhe sa më shumë frikë kanë ata, aq më shumë guxim kemi ne.
Shqiptarët shqiptar jam këtu për një revolucion paqësor, mos na provokoni! Më bani halale, gjyret, ndoshta nuk i pëlqen, po për ta vesh se cili nga ju hesa e vishni, dini se ta vishni. Bus shkatëm pak. Ta filloj me ngjarjen e sotme, ngjarje turpi pa dyshim. Du të vajthiri gjitha tyne që rrinë kafe, hanë na i suflaqe nga partia, do vi dita që do tërhiqeni zvarr nga shtëpiat tuaja. Do çurraviteni për padrejtësi që kanë me u bë, po s'kam ju mbështet kush më. Dita është sot. Bravo! Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Për fatin të zi, këto vitet e funit kena pas në parlament 2 gjenit e matematikës, lullëzimin me zëgjinen, edhe deshe ja infektu dhe pak na me numrat, shpet e shpet mos në marrë kohë edhe tjerve, një pension mesatar sot është diku 120.000 lek për pjesën më të madhe të pensionistave, 7 pensione bojnë 800 euro. Sa janë 800 euro për pushtetin? Një pal brek grusër janë velis. Kalojnë pak tek Tezja Belinda, e cila si pas pakut, s'pa e thamun, ka 300 apartamente. Zonjës Belinda i duhet 1 javë me gjithë qelësat e një shtëpie, pashat momin zot, mu 1 javë s'ka zonë gjumi, kur mu ka rritë qëraja 80.000 lek vjetra. Fonin pak për këtë qelësinën e Kristaqit, i cili vetëm burr nuk ashtë, e luftat e ti më të mëdhaja i ka pas veç me i shgradët ti, pra naj, nëse ka burra Shqipnia, mos tutën për ti qelësine. Ky qelësina për një shishe ven 32.000 euro, 32.000 euro asnjë gjë nuk janë, rroga një arsimtari për 3 vjet e gjys. Ama për 3 vjet e gjys, aja s'u të me hangër, as me pi, as qera, as shpi. E për ta myll, si qërshia mbi tort, kena këte Gudufin, presidentin e Republikës, i cili paguhet 4.3 milion lek muaj, për qafën ju, me lujt Gurgaleca në Kirgistan. Turpit loft, populli ka 31 ditë në shesh këtu, për hallet e ti shtrihesh si kalin lam, të lujt Gurgaleca në Kirgistan. Edhe e funit për e myll, për këto partide vogla, mënyrën ma të sinqertë dhe ma vllaznore, se e vlezni tanë jeni dhe ju, mos u mundoni me i marrë meritat e protestes, luftën me Tiranën, bajni parlament, tu e bën popull. Videot mos i postoni, sigur jeni ju u hesit e protestes. Nëse tani, krah për krah me ne, për ndryshe, pa ju dhe t'ja dani. Rënof Shqipnia, rënof popull.